Ishte dashur veçanërisht në këto zgjedhje, madje kolegu jon Lutfit Dervishi e cilësoi si fundin e televizionit pikërisht për marrëdhënien që ka pasur me politikën në këtë fushatë elektorale, por më lejoni të prezantoj fillimisht panelin. Nuk mund të mungonte një bujk si ai, madje ekspertiza është plugimi, Jul Hoxha është me ne. Mirëmëngjes Juli, mirë se erdhe. Gjithashtu edhe ai ka pluguar goxha rënd në territore më të buta se korrupsioni, pëlqen drogën. Basir Çollaku, mirëmëngjes Basir, eksperti kronikës së Zez. Përshëndetje, dhe na duhet dhe një këndvështrim super partes. Dhe më super partes se super Kolo Cukali, kryetari i Këshillit Shqiptar të Medias, nuk gjetëm dot për momentin, nga që nuk përgatitemi shumë. Mirëmëngjes Kolo, mirë se erdhe. Mirëmëngjes Tavio, përshëndetje. Tani do të pikërisht ta filloja nga Coloreto për një vlerësim më të përgjithshëm çfarë po shohim në këto zgjedhje, si është ky mjedisi mediatik dhe mbi të gjitha edhe ky raporti me këto rankimet, me këto renditjet ku ne vazhdojmë të gërmojmë me intensitet drejt vendeve të fundit. Flavio, unë do kap një moment nga inserti juaj në lidhje me krimin. Të dhënat më të fundit tregojnë që krimi është ndikuesi i tretë në media, për në nivel ndikimi, politika, njerëzit e pasur dhe krimi është i treti. Dhe kjo është tmerrsisht shqetësuese. Pra kjo është gjë më e rëndë që ka ndodhur në median e këtij vendi ndonjëherë, them unë, për sa kohë që ka pasur media. Është deri ku e kuptueshme që të ketë lobime, që të ketë media të ketë preferenca, edhe qëndrime ideologjike, të ketë dhe mbajtje ane dhe mbajtje krahu, por që krimi të ketë këtë akses dhe të ndikojnë në politikat editoriale, është ajo që ka thënë Lutfi Dervishi është shumë e saktë, ky është realisht fundi i medias. E kuptoj. Dhe është fundi i medias, unë mund ta përpunoj pak më shumë, sepse kryesisht televizionet nuk e kam cilësore lidhjen me ty Coloreto. Kanë resurset, kanë njerëzit. Po tani televizionet janë kthyer në një zgjatim të fushatës. Gjëja që shoh unë me shumë trishtim është që nuk nuk u shkon mendja më të dërgojnë gazetarin për të raportuar. Po funksioni i medias ky është. Dgjoj, nuk dua Coloreto më jep një ekran mua, sepse me internetin nuk kemi nevojë për ekrane më. Po sigurisht. Funksioni i medias është që të bëj këtë filtrimin përmes gazetarit asaj që ndodh. Meqense unë si qytetar nuk e verifikoj dot se ç'ndodh atje dhe çfarë po më tregoj ato video. Media ka një gazetar i cili më tregon të vërtetën mbas videove që na e partia. Dhe këta gazetarë mungojnë tashmë. Pra, asnjë media më parë kishte shqetësim, mediat video parte, derisa kjo gjë u bë fare normale. Pra në fushat nuk ka gazetar. Dhe media çfarë po bën? Media praktikisht i fut atë fishën, bën lidhje, ta nxjerrë në ekran. Nganjëherë me raste është dhe dikush në studio që bën sa komente si me që komentator futbolli, por gazetaria mungon, nuk është gazetari më, nuk ka gazetari më. Pra nuk ka një gazetar që të më jap mua të vërtetën. Dhe të marrë dhe intervista atje ku është, dhe të tregoj edhe një kënd tjetër, jo këndin e kamerës që do të më japi partia. Kështu që në këtë aspekt Lutfiu ka shumë të drejtë, praktikisht televizioni nuk funksionon më si media. Dhe fundin e shoh dhe prandaj jemi në ato fundet e këtyre klasifikime që po përmendje ti. E kuptoj. Ndërkohë për te qasjes në fushat, duket se media sikur s'po e thot shumë edhe të vërtetën në ato raste, siç është kjo fushat që ka pasur incidente të forta, më i fundit dje te zyra e PSD-s. Shiko Flavio, ka një problem që ka nisur 12 vjet më parë, mendoj unë, sa i përket ndjes regresit medias, dhe ka nisur pikërisht nga kryeministri që është sot në pushtet. Dhe kultura që ai injektoi përgjithsisht në opinionin publik, duke i shpallur gazetarët si armik me një gjuhë fryese gjatë gjithë kohës, bëri që në një periudhë media, përveç reprezaljeve të ndryshme, po themi nga mbyllja televizioneve, FNSH-t, në zyrat e redaksive dhe tjerë, bëri që sot media dhe gazetarët të kenë një lloj vetë censurimi, një lloj vetë tërësnie, jo vetëm gazetarët, por edhe pronarët e mediave.
Ne e dim çfarë ka ndodhur në këtë vend me shumë media, duke filluar nga Akon Channel, duke filluar me Ora News, duke filluar me pronarin e News 24 edhe s'po flasim më për portale tjera. Dhe sot kemi ardhur në ditën që gazetarët jo vetëm që kanë frikë, por mendohen disa herë kur duhet të raportojnë ngjarje të kronikës, kur duhet të raportojnë probleme që lidhen me fushatën elektorale, sepse për fat keq në fushatë elektorale kemi, nëse zgabojmë, mbi 2000 kandidat për deputet, të cilëve ne nuk ua dim si vinë. Ne nuk e dim nga vinë. Dhe ngjarja që ndodhi dje sigurisht që është pikërisht një nga ato ngjarje ku deri tani kemi vetëm tymnaj. Dhe nuk e dim se çfarë ndodhi. Kemi parë një personazh në foto që ka dalë në media me një armë në mes të qytetit, por nga ana tjetër kemi parë një ngjarje që ka ndodhur pikërisht në zyrat e një subjekti politik. Dhe sigurisht në një moment që policia e shtetit ka dhe po themi drejtuesin e saj më të lartë aty ministrin e Brendshëm edhe drejtues politik të zonës, pra sigurisht që ne kemi të gjithë të drejtën që të kemi një lloj tërheqje apo një lloj stepje, po nuk është ky mendoj problemi më i madh. Problemi më i madh është unë mendoj tek raportimi i krimit dhe korrupsionit të vazhdueshëm në Shqipëri. Për fat keq, shumë pak media dhe gazetarë po munden të çajnë në këtë lloj llumi apo knete që ka mbjell kjo maxhorancë. E kuptoj. Ndërkohë, Çollaku, është e çuditshme në këto zgjedhje duket edhe pse raportet thonë që krimi i organizuar po punon në terren si entitet politik, nuk ka asnjë reagim as institucional, as një komunikim, as gjë për këtë fenomen të frikshëm. Sigurisht që mungon reagimi, do ta shoh diçka më për te. Nëse do vendosësh guzhinier bandat, atëherë ushqimi i prodhuar do jetë krem. Ortakria e bandave, krim organizuar, e mafias me politikën, me pushtetin, sigurisht që do prodhoj heshtje në terren dhe mungesa e hetimeve serioze, investigimeve serioze, do të na sjellë ne një hartë paqësore në dukje, por krimi, presioni, rysnia, shpërndarja e parave të pista, përdorja agresive e pushtetit, është e pakrahasueshme me çdo herë. Të rysnohen njerëz Supri që janë jashtë vendit, që janë në punë. Shoh diçka, ne kemi për disa kallëzime. Të shumë, ndoshta edhe për ditë. Dhe shoh policinë e shtetit e cila do të jetë ato ekipin e strukturës së posaçme për e krimit elektoral. Janë bërë lumet vendet dhe adresat më situara nga makinat bashkiake. I mjafton policisë dalë shkon me zhavë për qagu, me hek, me cemento, aset tjera që shkojnë rrugë për qatra. Që janë mbi 85 fatra shtëpitë e Klosit dhe Katit, do të kishet pak në 85% vetëm për këto. Mos kalojnë pasaj të tensionet, të rysnia ndaj punëzve, ndaj familjarëve që janë jashtë. Shohim forestratat dhe zedhe shëtësën e përqytete. Pra, këto janë element të shumë. Që ka dhe tendenca për lëvizur natën, kanë nisur të lejtë qëtë fshatra natë, njohurit shkojnë për qokë, zarfet, parat, kanë ndërtuar, le themi qelisat e prezvotës një kapile qelizore. Dhe ajo çfarë nuk po reagon, janë emra të njohura të cilëve të tjerë. Unë kam përsëritur, se të posaçme të ardhmë edhe nga partnerë. Shtabet elektorale, zgjedhjeve 2021-2017 janë sërish në të. Ne, unë po them të katra e librës, sofistikuar është qeruar, është zhvilluar dhe është më të herë të tjera. E kuptoj. Prenim, po kemi përparim, dhe struktura e posaçme duhet ishte shemb, ka pasur prova, dhe ka aktualisht, për të bërë
për të bërë shembullin ligjor, sigurisht, ne nuk kam reklam. Nëse ata mendojnë se me të maj, me 20 qërë, apo me 30 qërë, do të na japin të punës tyre, atë. Nëse vetëm lajm i mirë basisht që do marrësh këto kohë do të jetë një plug premium për Dibrën, Juleta Dogja surprizën, po isha i detyruar të thoya edhe për t'i dhënë çik zemër. Nuk kemi pesimist, natyrisht, do i ndalojmë të gjithë të lloj banditësh që kanë zyra publike, që në Bashkinë e Madhe, edhe të Klosit. Ka paligjshmëri ekstreme, do i bëjmë publike, por të dy zyrtarët kanë hedhur pa bzitur për vota, pa qenë për vjedhur, dhe ata ne do thellojmë plugun bashkë me plugun e syrit. Okej. Coloretto, ndoshta për shkak se kemi Europën kaq afër, për shkak se ata politike dhe për shkak se ne jemi pjesë e Europës, ndoshta kemi një filtr që na pengon ta shohim veten ftohtë dhe të shohim këto ngjashmëri të tmerrshme që edhe mjedisi ynë mediatik ka me mjedisin mediatik të Amerikës Latine në ato seriale Narcos, se shohim që trafikantët tani vetëm mediat e veta nuk kanë akoma, por kanë gazetarët e tyre. I kanë mediat e tyre ata. I kanë mediat. Po nuk kuptova që nuk kanë pronësi direkte. Sepse ka shumë e kanë të fshehur. Ka shumë media për cilat ti nuk e di kush është pronari, kush e drejton, pra ka shumë media pirate që kanë dhe audiencë për fatkeq, për të cilat nuk dihet asgjë. Nuk kanë asnjë kontakt, ti nuk e di kush shkruan, kush është mbas atyre. Dhe në dijenin time në një pjesë të rasteve mbas atyre qëndrojnë ose njerëz shumë të pasur të politikës, ose qëndrojnë njerëz të krimit. Kështu që kriminalët kanë filluar të kenë dhe mediat e tyre për fatkeq. Europa është një moment të problematik për vete, që do thotë fuqia absorbuese apo fuqia rrezatuese e Europës është e zbehur, e paktën në këto vite për cilat po flasim. Kështu që ka të pamundur që të ndikojë shumë, pra ata mund të bëjnë deklarata, por nuk shohin ndonjë energji të madhe europiane për të ndryshuar situatën në Shqipëri. Gazetarët si mund ta rimarrin në është komplekse, domethënë për të ndryshuar median ti nuk merresh dot vetëm me media. Do të merresh me biznesin, me ekonominë dhe nuk vjen tek thelbi i çështjes. Financimi i medias. Si financohet media? Kjo është pyetja. Ja vjen parat të cilat do paguajnë gazetarët, kameramanët. Kjo është gjëja kryesore. Por nuk është gjithë ky problem. Nëse media nuk financohet në një farë mënyrë nga publiku, siç ndodh jashtë, ku një media merr dhe reklama, por kryesisht mbahet me subscription, me abonime të audiencës, do kemi shumë vështirë ta zgjidhim problemin, nëse nuk zgjidhet kjo. Sepse ai që ka një media apo drejton një media do kërkoj para, do shkojë tek reklamat nuk do japin, ose do jenë me pakicë, por nuk do mjaftojnë. Pastaj vjen ai zotëria i biznesit që ka nevojë për ca shërbime. E futi zarf në xhep këtij media, si thotë, ma godit pak atë biznesi kundërshtar me një shpifje të vogël aty bam e godasin. Dhe në moment që hapet kjo rruga, vjen ai tjetri pastaj dhe ai vjen dhe me atë zarfin që është zarf jo vetëm me para, po edhe me një llagjak. Dhe po as aty si thua dot më jo, sepse e humbe vizhirin. E ke hapur kanalin po themi financimit në këtë lloj mënyre. Kështu që dakor, pyetja është e thjeshtë atëherë, pyetja është e thjeshtë, Coloretto. Një sekond ta marrim me radhë. Për të treju, kjo është pyetja. Si e rifitojnë gazetarët vendin e tyre në media dhe në shoqëri përballë krimit që është tani më njihshëm e pushtetin dhe pushtetit krimit? Coloretto, Çollaku dhe Juli, me që kam në studio. Unë mendoj që në plan, po themi afatgjatë për afrimin me Europën dhe transpozimi i ligjeve europiane në Shqipëri do ketë një impakt pozitiv. Pra, ne do të paktën ligjërisht do krijohen struktura dhe kushte për të mbrojtur dhe gazetarët, por për të eliminuar dhe gjithë ndërhyrjet editoriale. Për shembull, gjëja më banale në botë. Një pronar nuk mund të ndërhyjë në linjën editoriale. Pra,
ti je pronar, ti je njeriu që sjell lekët, administron. Por linja editoriale ka kryeredaktori. Këtu jemi në kushtet ku një pronar e ish kryeredaktori me një mesazh brenda ditës, do të mos hajde sot punë, ashtu është mërzit pronari me një gjë që ka bërë. Kjo gjë nuk mund të ndodhi. Është gjë absurde në një media normale. Shqipëri është standardi. Me këto ligjet dhe unë jam pjesë një grupi që punon me shikimin e transpozimit të këtyre ligjeve në legjislacionin shqiptar. Unë mendoj që do krijohen struktura më të mira mbrojtëse për gazetarët. Ne kemi një fat keq që na mungojnë sindikatat dhe prania e sindikatave do ishte një plus shumë i madh. Do të munde shumë. Por do krijohen kushtet ku gjërat përmirësohen. Por pra është një gjë që varet nga Europa. Pra turistia që do ushtrojë Europa që këto ligje të aplikohen. Dhe unë me sa kam kuptuar, ky perceptimi që kryeministri ka njohje, ka lidhje se njeh atë, nuk pi ujë kur vjen puna tek transpozimi i ligjeve, sepse ata teknokratët e Brukselit nuk pyesin as për ku diun Van der Linden as nuk pyesin për politikanët e mëdhenj. Ata teknokratët do bëjnë punën e tyre në mënyrë burokratike dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Ata nuk ndikojnë dot nga politika e kryeministit. Kështu që nëse kryeministri do të kapi këto afate që ka vënë vetes për të futur në Europë, duhet patjetër të krijojë kushte për përmirësimin e situatës medias. Ndryshe nuk e qas njerëj. Dhe kjo është për mua një gjë e mirë. Dakor, Çollaku? Mendoj disi më ndryshe, sepse përkeqësimi vit pas viti i lirisë së medias, lirisë së fjalës, shpresë në Shqipëri, është tregues indikator që na qartëson se cili është raporti i mediave me pushtetin, qoftë atë ekzekutiv apo dhe pushtetin e krimit. Flavio, ne dim shumë mirë që një pjesë e madhe e mediave janë financuar ose kanë marrë para nga incinerator. Po. Shkoni shifni listat e lejeve të ndërtimit, të koncesioneve, të investimeve strategjike. Të gjithë të shumë kaq, ose të pulla. Dhe do i gjeni aty 80% të botuesve të mediave që janë aksionerë, që janë investitorë, që janë aty. Dhe ju mendoni që ata që kanë borderon dhe kryeministë do i dalin kundër atij. Kjo njëkohësisht edhe tek europianët që kanë qenë anemik në reagimet, pothuajse inekzistent, vetëm raste ekstreme. Unë nuk mendoj se ata të përmirësojnë diçka duke ndërhyrë. Qëndrimet e tyre janë thjesht deklarata, disi të dalë bue deri tani, nuk ka raste ekstreme, ne kemi vetëm rastin e Qinës, që ndonse gjykata nuk po bëkse marrë vendime, to nuk kishte reagime. Kemi vendime Strasburg që nuk zbatohen, kemi vendime gjykatës kushtetuese që zbatohen. Dhe ne presim që me qortime nga Brukseli apo Berlini të ndryshojë gjendja këtu. Unë shoh që një peshë të madhe mund të ndikojë media sociale. Sepse gazetari në këtë rast mua duket si votuesi. Si votuesi i thonë se nuk voton sot për Partinë Socialiste nesër nga puna, e gazetari thonë mos e voto sot se i kanë nesër nga puna. Pra, gazetari redaksia u shoh të shkëputur nga njëra tjetrën. Gazetarët kanë më shumë lajme të papotuara në arkivet e tyre se sa të votuara. Pra, nëse presioni pozitiv siç e shoh në këtë periudhë i mediave sociale, është në avantazh ndaj mediave tradicionale. Është kohësisht edhe të që ndodh me medias të kontrolluar dhe asaj që nuk është e tillë. Mos prisni që media që janë në zyrat e mosës së leve të ndërtimit. Plagë. Ne dim që si e pasi para është me miliard. Dhe është në ndërtim. Po. E ka njerëz edhe të botës media që janë gjithë në ndërtim. A kanë përqindje të parave që ata formalizojnë? A e di kryeministri këtë? A e di spaku këtë? A e di prokuroria këtë? A e di policia këtë? Sigurisht që po. Të gjithë këtë dijeni e mos veprim. Si ne që të ndryshojnë ata që janë prodhuesit të problemit? Ndaj këtu mos presim as nga të huajt, as nga ndërkombëtarët. Unë jam parimin nëse ne presim një zgjidhje penale apo çuditëse nga ndërkombëtarët, nuk do të shojmë asgjë. Këshimi thelbësor i domosdoshmë fillon nga ne. Nëse ne jemi të ashtuar me diatë, investojmë që ato ndodh, mos presim përsëritje të shkuara,
ishte 50 vite ndryshim. Përgjithësit filloj vetë. Unë nuk kam asnjë lloj ilusioni që do vinë ka kirurgët ligjor evropian dhe do na spotojnë ne nga e keqja programa, dim të bigjet financiare të jashtëzakonshme të Tiranës. Çfarë janë të shpërblimet financiare që agjendat të FBI-t, të Charlie, ambasador, diplomatë që kanë pasuri stime këtu, kanë marrë tendera. Është një lloj lobingu që ata të hesë, që të mos të hapin zërin. Kështu ndodh edhe me mediat. Ç'është opozitari i vetëm që mund të bëjë është qytetari, është sigurisht opozita zyrtare, dhe shoqëria shqiptare nëse pret që këto punë t'ia kryejë shtetin, ata pastaj të jetë dhe lirë, që shkuan e marrin lirinë supermarket, atëherë sigurisht që jemi të fjetur. Hoxha? Shiko, para se të fillosh përgjigjen, me që jemi ke situata e krimit dhe e rendit, do të qeras me 2 fotot e ditës djeshme, me skorpion në mes të Tiranës, te zona elektorale e ministrit të brendshëm, te një parti që ka dhe ajo ca premtime interesante shumë. Flavio, edhe një sekondë lutem. Po. Përse nuk hyn operacionalja në Treg Elbasan, ku Suel Qela prete për sjell subjekte për t'i kanosur për votën? Si pse syn? Nuk kanë mundësi. Ç'është kjo profecive përmbushse, pse ndërhyn? Po pse nuk hyn? Struktura e posaçme shkoi atje, BK-ja shkoi atje, nuk arritën të futen brenda, të ndalojnë njerëz të inkriminuar. Janë të dukshëm. Kur qytetarët i shohin ka banditë që mbret në Shqipëri, përse nuk ndalohen? Pra, kjo është ajo kriza, le të themi, e rendit dhe sigurisë që krijon me thënë drejtën deri te lagja e Suel Qelës apo në Dobraç edhe e kuptoj. Kanë kaluar. Edhe kanë kaluar do thuash. Dakor, po edhe e kuptoj. Po mes Tiranës, në zemër Tiranës, edhe pse kjo i ka ngel si legjendë tash se të gjitha krimet mes Tiranës nuk bëhen në periferi. Hoxhaj. Duan vëmendje. Unë thash bie dakord sigurisht dhe me Basirin dhe me Koloredon, por mendoj që ka një çështje që është më e madhe dhe prevalon, pra përtej ligjeve, financimit dhe tjerë, janë 2 elementë që janë shumë të rëndësishme. Para është misioni i vetë medias. Dhe dyta është besueshmëria e qytetarit dhe reagimi i qytetarit. Pra, nëse media ka mision të shërbej qytetarit, ka mision të shërbej publikut, të denoncojë aferat, të jetë pranë qytetarit për të ngritur zërin e tij atje në fshatin më të largët ku nuk shkon kurr asfalti, po shkon po themi çakulli elektorale dhe i hidhet dhe pak i syve etj. Pra tham, ky është një rast banal, por me që jemi në fushat zgjedhore dhe në momentin që media e ka këtë si mision duke po themi qartë të gjitha këto barriera që e pengojnë, dhe për fat mirë këtë e them nga eksperienca sepse punojmë në një media që të paktën prej 5 vitesh e ka vënë qytetarin në prioritet absolut, dhe në këtë lloj mënyre unë mendoj që dhe gazetarët do të kenë mundësi të punojnë, dhe gazetarët do të kenë mundësi të investigojnë dhe të shërbejnë qoftë profesionalizmit të tyre, por qoftë edhe misionit për cilin ata po themi paguhen. Pra ti je shef individuale nga gazetarët që mund të rimarrin. Pra është një bashkëpunim, pra është media, nëse gazetarët punojnë në një media që mision ka argëtimin, tallavan, ku diun, po themi promovimin e agendave woke etj. Që nuk dua të cënoj askënd, por pra janë media që në një farë mënyrë e kanë këtë si mision parësor të tyre, dhe ka media që i shërbejnë publikut duke ngritur zërin e atij pensionistit që thotë, shikoj se unë marr 70.000 lekë në muaj, po 100.000 lekë më kushtojnë ilaçet, unë shkon te fermeri që hedh domatet dhe kastarvesat. Pra bëhet njësh me interesin publik, sigurisht që media do ta, po themi, do ta mund edhe këtë lloj do ta rifitoj besimin. Dhe kjo është eksperienca jonë, është misioni plug, është gjithë, po themi, syri televizion me gjithë programacionin e vet, me redaksinë e lajmeve, që deri më sot paktën nga feedbacku që kemi, qytetari na beson. Sigurisht që ka dhe shumë media.
ata piranjat nuk janë kaq të mirë sa në tjerët. Sigurisht, me që përmende sa për t'i nxjerrur një çik miqtan të piranjave për t'i ngacmuar. Duam t'i falenderojmë dhe kolegët e piranjave sepse janë nga gazetarët që janë përballur trup më trup. Absolutisht. Janë, po themi, dhunuar, janë përballur me pasoja për shkak të përplasjes tyre direkte, sepse ne punojmë në redaksi, sigurisht që investigimet tona prekin interesa shumë më dha financiare tjerë, dhe ne sigurisht nuk kemi qenë pa pasoja dhe pa kosto në këtë drejtim, por po themi, nëse media është po themi në rrugën që i shërben interesit publik, edhe gazetarët në një farë mënyrë do të rifitojnë besimin e tyre, do të ndihen më të lirë, do të punojnë për ta çuar para misionin që ata kanë. Nëse media bëhet pal me interesat që përmendën kolegët, sigurisht ne si gazetarë do ta kemi shumë të vështirë. Unë po them vetëm një element nga eksperienca me emisionin Plug, ne kemi trajtuar pa fund abuzime skema 5D, 5B. Basiri përmendi inceneratorin e Tiranës, por sigurisht janë skemat 5D dhe 5B që në një farë mënyre kanë ndikuar te media me paratë e krimit apo të korrupsionit. Ne kemi pam përgjimet e Erion Velie tani që shkonte me Robazë me Carlo Bolinon dhe shpiknin lajme aty. Kjo është ajo që ndodh sot për fat keq në shumicën e mediave, dhe këtu nuk është faji gazetarëve. Këtu është faji i atyre që i kanë krijuar këto media dhe nëpërmjet mënyrave të ndryshme përfitojnë nga parat publike, kanë marrë dhe licencat pastaj për më tepër për media kombëtare apo licencat e transmetimeve publike. Edhe pastaj kalojnë këto hotelet. Një koment fundit, me që quajtëm super partes Koloreto Cukalin, unë sapo zbulova pse dikur meshkujt quheshin skorpion sa në për Tiranë, me sa duket ishte kohë kur dilnin të armatosur me skorpion si ky zotria. Po, Kolo. Unë jam shumë dakord dhe me gjithë gjë që po thua aty. Unë mendoj që jemi në sintoni dhe po themi secili nga ne po tregon një fytyrë të problemit. Thelbi është financimi, por shumë e vërtet që problemi qëndron tek pronarët apo tek ata që janë, po themi, në drejtim të medias, dhe jo tek gazetarët. Sepse gazetarët shqiptarë janë shumë të mirë. Problemi është që nuk ose janë në vetë censur, ose janë në censur të drejt për drejt, ose nuk u jepen lajmet, ose nuk u jepet hapësirë, ose nuk gjen as vend pune, sepse janë gazetarë të mirë dhe duan të bëjnë punën siç duhet. Gjithë puna është e zgjidhjet. Unë zgjidhja e shoha pa gjatë dhe zgjidhja o duhet vi nga publiku, o duhet vi nga gazetarët, dhe ne nuk shohim forca që janë sindikatat apo nuk e di se çfarë, pra organizime shumë forta gazetarë që ti thonë jo kësaj situate, ti thonë jo pronarëve. Unë këtë nuk e shoh. Zgjidhja e dytë mund vite nga audienca. Pra audienca vetë thotë, unë do ta mbështes media, unë do të paguaj sepse dua që kjo media të informojë mua dhe unë do abonohem, dhe do jap para këtu. Në mënyrë që këta të jenë pavarur dhe të mbrojnë interesin tim. Unë nuk shoh një ndërgjegjësim të tillë te publiku shqiptar që të financojnë vetë median për t'ia hequr, pra për ta shmangur atë zarfin që vjen, ato zarfe që vinë në dorë. Dhe e treta pasaj është ajo që ndoshta Basiri me drejt e gjykon, si do thënë, të pamundur, që është ndryshimi përmes një rrezatimi evropian, por jo se europianët do harxojnë më shumë energji këtu te ne, por nëse ne duam të hyjmë në Europë, do hyjmë si europian. Ata kanë kuptuar që kanë bërë gabime më përpara, ata nuk do fusin me askënd në Europë, të thonë çfarë do dojë kryeministri, nëse nuk plotësohen standardet. Kështu që o do ngelim jashtë Europës këtu ku jemi, ose nëse do hyjmë në Europë, kurdo që të hyjmë, do hyjmë ashtu siç duhet dhe me standardet që duhet. Pra, për këtë arsye jam optimist. Nëse do shkojmë te Europës, do bëhemi europian me zor, do na bëjnë me zor, do na detyrojnë. Teknokratët, me atë ligjeve gjëra. Sa kohë do dojë kjo, ato bëhet për 4 vjet, për 5 vjet, për ato 2030, jo, nuk ka shanse, po. Në një plan afa gjatë, duke menduar jetën pak më të gjatë, unë mendoj që ka shpresë. Pra nuk kemi fare pa shpresë. Dakor, dhe mbyllim me këtë mesazh pozitiv. Faleminderit Koloreto Cukalin, faleminderit Basir Çollaku, kujdes me krimin edhe me 184-ën e llatarshme të Dibrës. Faleminderit ju Loxha. Faleminderit. Edhe ndërkohë miq të dashur, në të kalojmë një çështje tjetër, por më njëherë pas publicitetit, kërkesa është që qëndroni me ne.